Unë kam një frikë visar, se nëse shkojnë me që të frymë në kuvend, ka gjasa munda partia. Po që kjo problemi kryesor? Ka gjasa, sepse Zoti Abdigjiku po thët kam më fru dërheqje, e nuk ka dhe ndërheqje, se dërheqje është e pare revokushme dhe ecë, edhe shkojnë në kuvend, e prezenton gjendjen faktike dërheqjen e kryetarit, edhe hynë proces të zgjedhjes së kryetarit të ri. Kjo është e një edhe statuti, e tha Abdullah Oti, pëse e pave statusin e ti, i cili... Nuk ka sheqar kjo. Ja, ashtu është, me statut, i cili ja bërë të qarë Zotit Abdigjiku se dush me dhonë dërheqje, edhe me shku në kuvend. Si pas në kryetari tjetër, Zotit Lutfi Aziri, cili ishte në debat plus Po, ju pash. A i tha që edhe dërheqjen që e ka dhënë Zotit Abdigjiku e një statut. Se një. Tash, cila kërkesa për Zotin Abdigjiku me dhonë dërheqje, apo me dhonë dërheqje e mos me kandidu? E tash, kjo është e diskutueshme. Ajo që është për mu që është shumë e rëndësishme. Nëse Zoti Abdigjiku po don me dhonë dërheqje, atëherë duhet t'jap dërheqje dhe të kandidoj, të rikandidoj në një kuvend dhe t'jeti barabartë me kandidatë të tjerë në garë. Në këtë mënyrë nuk është i barabartë, se i bjen e njëjta situatë, si Albin Kurti në zgjedhjet e fundit, me kretat pushtet, që garante me parti tjera, njëjtë është Abdigjiku me shku në kuvend, duke qenë kryetar, edhe duke pas kontrol mbi antarësinë të cilët pastaj mund të dhe mos t'ja pranojnë atë që aje quan dërheqje. Si të qoftë, kjo është çështje e tyre të cilën do duhet ta zgjidhnin. Por rreziku është me u nda LDK-ja. Është problem me u te kalu që kjo situatë. Unë mendoj që, do më thonë... Përveç kësaj, nuk ka kundër kandidat ende. Abdullah Oti nuk ka ambicie të deklarume për kryetar. Hikmet e Bajrami nuk po kandidan për kryetare, nuk po e thot një gjë të tillë. Lutfi Aziri po ja mban krahun Lumir Abdigjikut. Atë që e pash në debat plus ku ishit edhe ju, unë e pash që po ja mban krahun. Atëherë, kush e sfidon Abdigjikun? A veç po dojnë debat, apo dojnë me rëzu, e me u zjedh dikush tjetër, apo dojnë me ba zhurmë, apo dojnë me qu këtë parti në shkatrim. Këtu është tash problemi, dhe më thonë, unë një gjë që hala nuk e di, është nëse që këtë diskutim ka të bëj edhe me atë se si e mendojnë këta, dhe më thonë, LDK-n në afat shkurt, pra a e mendojnë LDK-n si pjesë qeverisë, a ka t'il që e dojnë si pjesë qeverisë, a ka t'il që e kundërshtojnë, ta zë bashkëpunimeve dhe nusë, nuk e di, është tema jo, është po supozoj. Dhe e dyta, për mu gjëja më e rëndësishme është që unë deri që tash, në këtë diskutim, jo mundu mos me fol për çka mu ma kish marrë menja që kandidati më i mirë i LDK-s për kryetar, sepse unë nuk pedi cilët janë kandidat. Është Lumir Abdigjiku në di Skade? Dhe tash, kur në veti mua është i mirë i keq, mu duhet me krahasu me diçka. Pra, nëse për shembull thu a Lumiri a ve bijun, të pastaj ju krahasoj juve dëve. A Lumiri as pe dikush, me ka me krahasu. Kjo është problemi i madh. Dhe të gjithë ata që po ja kërkojnë largimin Lumir Abdigjikut, kanë të drejtë njerëzit natyrisht me mendu që ti s'dosh me qenë kryetari, po ata duhet pastaj edhe me pas një ide se kush kishte me qenë kryetari. Pa kryetar s'mundet me. Pa kryetar s'mundet me. Dhe tjetra, unë mendoj që nuk mundesh ti brenda një partie, nuk është e drejtë mendoj unë, me bën një gabim që unë edhe atë ditë në debat plus e thash që kom bona. Unë me grupin kur patëm ndarje atëherë. Ti mundesh me mendu për shembull që X personi nuk është i mirë për kryetar. Po nuk mundesh me ja kërku mos kandidimin në X personi. Që kjo gabim. Tush me luftu për me mujt. Cili ka drejt me kandidu. E pastaj kush fiton. Dhe e treta, LDK-ja, për çfarë po them, që LDK-ja një herë na ka tregu që din me bë garë normale. Lutfi Aziri me Lumir Abdigjikun, apo? Ka dalë këtë kuvend, dyja të kanë kandidatura serioze. Ka fitu Zoti Abdigjiku, Zoti Aziri ka shtrej dorën, e ka uru dhe ka vazhdu bashkë. Isa Mustafa, Fatmir Sidiu. Isa Mustafa, Fatmir Sidiu. Tash. Isa Mustafa në Gjadaci. Më falë, Fatmir Sidiu në Gjadaci. Ndonë se ka qenë një ndarje, një thyrje. Po du me thonë që këta... Ka pas garë. Po këta janë pjek pastaj, edhe